Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacey. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stacey Eleni Sylfo, edhe mirë se vini në këtë Sezmas Day 10. Atëherë, sot është dita 9 për ne, juve po shikoni ditëlindjen time, si ka shkuar, çfarë feste kemi bërë, edhe jam shumë e gëzuar që juve po shikoni ato momentat aty që janë super të veçanta për mua edhe super unik ato momente që s'kam për të rikthyer asnjëherë kur të jeta ime. Edhe jam shumë e lumtur që i kam ndarë me ju, sepse siç ju kam pasur edhe në TikTok, juve për mu jeni familje e dytë përveç sigurisht mami, babi, prindrit e mi edhe familjes time, jeni familja jonë e dytë. Edhe na keni, na keni parë kur kemi qenë të vogla, edhe jeni tu na parë duke rritur, edhe nuk di, ka qenë me vërtet një moment super emocionuese. Edhe kemi argëtuar me vërtet shumë. Ka qenë me vërtet një ditëlindje fantastike. Super u kanë argëtuar gjithë, edhe janë shumë e lumtur sepse besoj që në këtë ditëlindje ma shumë se vitin e kalume dhe ma shumë akoma se vitin tjetër i kalume, këtë vit me vërtet u kam argëtuar shumë, kam pas shokët edhe shoqet që nuk e di, me vërtet më duan fort, edhe pse disa nga ato kanë pak egzageru me mua, ose pak më kanë bërë pak gjëra të këqija, por besoj që gjëra më e bukur është kur pastaj si thuhet, bëhet nuk e di, pace, peace and love. Okej, keni kuptuar. Edhe u kam argëtuar shumë. Që unë Stacey në këtë ditëlindje ne kemi pritë. Me vërtet shumë. Po. E kemi pritur me gjithë zemër, edhe kur ka arritur ai momenti, nuk e besoshim dot që tani të 18 vjeçe, edhe tani që kanë kaluar 2 ditë nga ditëlindja ime, 2 ditë nga festa, unë them që ne kemi pritur aq shumë, edhe tani unë dua që koha të shkoj mrapsht që unë ta bëj përsëri atë ditëlindje. Kam harruar me marrë një dhuratë që kam bërë. E vërtet e këtë çanta ime. Shko mere, edhe në ndërkohë do të shpjegoj çfarë do bëj. Atëherë, step 1, shpresoj që kështu me këtë mënyrë na ndigjoni pak më shumë, pak më mirë, sepse aparati ka disa probleme edhe nuk e di, shpresoj që me këtë mënyrë do të ngjoni më mirë. Edhe në këtë video, në ndërkohë që Eleni po shkon të merr një dhuratë që më ka bërë vetë, që është super, faleminderit motra, të dua shumë. Do hapim krejt dhuratat që më kanë bërë. Atëherë, s'kam shumë dhurata. Pse unë kam kërkuar, siç kam postuar edhe tek Sezmas Day 1, që nuk mbaj me thon vërtetën, kam kërku lek. Jo për keq, jo për një gjë, por i preferoj. Pse dhuratat mund të ndodhi që më bëj një dhuratë që mua nuk më pëlqen, edhe me atë dhuratë ç'a të bëj pastaj, ku ta vej, ku ta ndroj, sepse edhe mi ndru dhuratat nuk më pëlqen mi ndru, se nuk jam tipi. Atëherë kështu e kam kërkuar që të më japshin lek, se kështu me atë lek që do të më japshin, të më rëshon diçka që më pëlqente, ose shkosha në xhiro, domethënë lek se i përdor më shumë. Atëherë, unë besoj që mund të filloj me dhuratën që më ka bërë motra. Okej. Atëherë, unë për Stacey kam bërë këtë libër, këto, me shumë gjëra mira. Atëherë, ja ke treguar për. Po, e kam treguar. Shpejt sepse e keni shikuar shumë herë. Këtu mbrenda më ka vendosur krejt fotot edhe disa letra nga personat më të veçanta për mua. Sigurisht fillon nga mami dhe babi, motrat, kushërit, tezes, edhe Daja Elvi. Edhe pastaj krejt shoqat edhe shokët. Okej. Pastaj këtu kemi krejt fotot random me shoqërinë tanë. Edhe është super, i kam lexuar çdo mëngjes, sot mëngjes krejt letrat, edhe po i kam shkruar çdo shoqe edhe çdo teze, që me vërtet i dua shumë sepse më kishin shkruar fjalë kaq të bukura. Pastaj krejt shoqen kanë thënë që unë jam një person shumë që si thuhet, shesh gjithmonë, që jam shumë kam një zemër të madhe, edhe pse kam gabuar, i kam, nuk më vjen tani në mendje si thuhet, por i kam peace and love, edhe ashtu.
Edhe tani, atëherë, prit. Të hapim edhe këtë se është shumë kohë që nuk e hapim. Atëherë, besoj që do hapim ditën e 9 dhe ditën e 10. Nga dje, e kemi hapur dje? Se di. Ka dal bosh, ka hap Bea dje më duket. Bosh. Po më duket. bosh? Nuk e di, ku është dita e 8? Besoj që 8 kemi hap. 3, no, kjo është 3 A, kjo është i 9. 7 pse nuk e kemi hap? No, e kemi hap 7. 10. 10 hape. 8 e kanë hapur mami me Beatricen. Edhe do hapim edhe të 9-ën. Ku është dita e 9? Pse është e hapt? Kush e ka hap? Jo, kjo është e 6-ta. Ku është 9-ta? Jo, ka qenë kështu. A, e ka hap Beatrice atëre do me thonë. Nëse do hapim vetëm Ua, kjo sa fort janë. ditën. Do hapim vetëm kazelen e 10. Vendose kështu? Shpresoj të jetë një gjë e bukur sepse siç ju kemi thonë, kemi paguajt 50 euro këtë gjë dhe nuk na pëlqen fare. Çfarë është? Nga Revolution. Po, Se di, vabbè. çfarë do jetë? Edhe ta vendosim. Po si këtu. hape? Prit një sekund. Se sem të kuptu si. Çfarë është? Biskuq. Vabbè, nëse është i keq, mami përdor këtë. Po, njudë. Vabbè, nejse, Shumë vazhdoj easy. me dhuratat e mia sepse jam shumë kurioze. Jo kurioze jo sepse i kam hapur, por dua që juve t'i shikoni. Atëherë, ma e pak telefonin afër meje. Po. Atëherë, fillojmë me dhuratën që më kanë bërë tezet, gjyshi, nona, edhe Dajelvi. Atëherë, më kanë dhëruar këtë set nga Swarovski, që tani me e hapë Është bosh. është super bosh. Pse i kam vendosur tek vetja? Sorry. Atëherë kemi këtë varsën këtu, se është fantastike, e adhuroj. Edhe... Po, edhe vath. Edhe pastaj shikoni vath sa bukur. Janë super, janë shumë e lumtur, janë këto vathë. Edhe kjo është varsja, se është tepër e bukur, unë e adhuroj, edhe shumë faleminderit ti dua. Mua. Pastaj kemi një dhuratë, edhe no, pritni. Dua me thonë që një dhuratë kështu mudeshte sepse një varsë dhe vath kështu elegante s'kisha. S'kisha. Atëherë, vazhdojmë me një dhuratë tjetër, që këtë ma ka sjellë shoqja ime edhe shoqja mamit, në me thonë, nga Victoria's Secret. Është një çantë, ma e tik prak, të lutem? Okej. Atëherë, kemi kartonin këtu brenda, është kështu, pink and white. Që ta prandoj, që do jem gjithmonë me ty. Erdhi edhe Bea, edhe atëherë, si që thash kjo është çanta, edhe kështu mund ta veshësh edhe kështu, por edhe kështu. Edhe tani mund vazhdojmë me dhuratat e tjera. Atëherë vendosim këtu brenda. Çfarë ke marrë Bea? Karamele? Bea na ka pru karamele. Bea, mos më kujte, të lutem. E kam blitë për Stacy, që e ka blitë. Pastaj, Qa atëherë, kjo është nga kushëria e mamit, që ma ka pru një unaz nga Swarovski. Është super e bukur, unë e adhuroj edhe këtë. Me e pak telefonin të tregoj nga afër sepse jo, sepse unë i kam hap kur ti ke qenë jashtë, shikoni sa bukur se është. Shkëlqen krejt, me qime vatë edhe varsën, e adhuroj. Edhe pastaj me kanë dhuru, atëherë këtë e kam vendosur këtu brenda. Është ky, është një tenis, edhe mua mu ka desh sepse kur na kanë hy hajdut të shtëpia mi kanë morë gjitha. Edhe shikoni si s'kelqen edhe ky. Super e bukur. Pastaj po, shumë letra, shumë bileta. Jo bileta avioni. Por atëherë kjo s'ka gjë, mund ta shesim sepse do kishin lekt nga shokët e tonë. Pastaj këtu më kanë shkruajt: Tanti auguri di buon compleanno Annabel, Alban, Mirela e Nina. Ju dua shumë, ju puth. Edhe këto vendos të gjë? Okej, këtë ta mbajmë. Pastaj këtë. Këtë çfarë kemi shkruajtë? Tanti auguri di buon compleanno la mia dolce nipotina Ceci, da zia Sido, zio Besi, Chloe e Leandra. Ju dua shumë, shikoni sa cute. Ma këtë ma ka shkruajt Chloe, Po. Ma ka shkruajt Chloe. Shikoni sa cute, pastaj edhe ky bileta. Atëherë, shikojmë këtu. Çfarë është shkruajt?
Tanti auguri Stesi, ti auguriamo tanta felicità e un futuro ricco di cose belle. Buon 18° compleanno da zia Emonda. Ju dua, shikoni sa bukur. Na? Wow, che bella scrittura. Kush e ka shkruajt? Famiglia Lulli. Unë e di kush e ka shkruajt. Për mu, se di, po zio. Zio Nico. Zio, Auguri di buon compleanno, amore dello zio. Zia di Jenny e Joel, ti amiamo. Ju dua shumë, shikoni sa shkrim bukur pas ka Gjagji. Ju dua. Pastaj këtë. Che questi fiori possono donarti felicità e serenità. Këtë besoj që ja kanë dhënë Zianes për lulet, sepse Ziana me ka sjellë edhe lulet. Merri pak të lutemi këtu mbrapa teje. Janë shumë bukur. Këtu mbrenda kemi pas lek. Pastaj të vazhdojmë këtu, gjithmonë lek. Edhe këto? Tantissimi auguri amore nostro, più 18, zio Ylvi, la tua Catalea e Brando, zia Alma, ti vogliamo bene, edhe unë ju dua shumë. Edhe këto? Këto dhe mbaj sepse më ka shkruar që në don fort, edhe këtë maje. Pastaj, atëre, këto kemi pas bërzolykun, tenis, edhe kemi edhe një bilete. Atëre, shumë urime Stacey gëzuar 18 dhjetorin, te Zenila edhe Soni, ju dua, më mungoni shumë. Sepse juve do të dini që edhe të kjo ditëlindja këto kam pas shumë njerëz që unë nuk takoj gjithmonë, por kur i takojmë është njëjtin raport që kemi çdo herë. Hape? Se kam pa këtë, nduket, apo po? Jo. Po e kam pa, Medi mi ka dhonë kushëriri mamit, unë për zotin i kisha harru. Shikoni sa të bukura këto vath, gjithmonë nga Zvaroski. E gjëra më e bukur është që unë këto gjëra mund t'i përdor me motrën. I adhuroj, shumë faleminderit. I kisha harru fare këto, edhe i kisha pa. Pastaj këto kemi letrën e motrës. Edhe nëse facoleta kemi, asgjë tjetër. Ne çfarë mund vazhdojmë? Kemi një dhuratë tjetër. Besoj the last one. Po. I fundit. Edhe kjo është nga shoqja mamit. Është një set me disa kreme dhe për fytyrën. Clarence. Edhe nuk do të hap sepse për momentin nuk do duhet, por kemi krem hidratues, pastaj për poshtë tekstyri, edhe një krem tjetër për hidratues, për diellin domethënë. Edhe kemi edhe një poshet. Eleni mungon diçka. Poshetin nga dashur e zio Elvit. A do shkosh me mor? Unë e disha që mungon të gjoja dhe kishim haruar, në ndërkohë do haj këto karamele. Edhe dashura e zio Elvit më ka dhuru një poshet nga Sambartë për jo për verën, por ka ftoftë, domethënë për shkuar në mal tek Bora, është super e bukur. Tani Eleni po e bjen. Je gati ere? Ja ku erdhi, 3, 2. Tregoj aty afër. Urat. Është nga Sambartë. Shto shumë. E adhuroj. Me fugjërat e vogla, telefonin, kur shkojmë të bëjmë ski. S'kemi shkuar akoma, por shpresojmë të shkojmë sa më shpejt. Edhe këto ishin krejt dhuratat. Okay. Çfarë? Do shëndeshet? Okej, vaj. E jo, më ka shku. Ku shkoj? Më ka hiq. Pastaj, letrën, unë duhet të lexoj në TikTok. Jo këto në YouTube. Po jo këto në YouTube, edhe nuk do lexoj fare unë, sepse sham. Po. Këtë letër po e doni të dini përkthimin edhe signifikatin çfarë ka shkruar Eleni. Shkoni në TikTok, e keni linkun poshtë tek infoboxi që do i japim çdo do i japim, por do ju themi çdo gjë. Shikoni sa ka shkruar motra ime vogël. Nuk e prisja dot, sepse Eleni është një fort kështu por ka qejt më shumë se unë. Edhe me këtu nuk do të ishte këto, po do të ishte këto. Por nëse. S'ka gjë, be? Edhe këto ishin dhuratat e mia. Po. Por ti tani do dish gjë. Atëherë mungon një qese. Po. Është një dhuratë. Haka. Jo për mua, për ta kemi bërë on mami, babi edhe Bea nga ona jone, për ty. Okej? Për ty, për ditëlindjen kur do vi. Por nuk do janë akoma
20 ditë, gati, po. Por, nejse, neve do e hapim me një video tjetër, ma vonë, edhe bëni një subscribe edhe aktivoni zilen për të shumë kurioze. Asnjë video. Je kurioze? Po. Ne do e hapim tani, por jo në këtë video. Okej. Atëherë ti ku kurioze. Po tani. Okej, ta mbyllim videon. Po. Ju duam shumë, bëni një subscribe, një like, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni linku poshtë në infoboxi. Neve ju duam shumë, faleminderit për krejt urimet, faleminderit për krejt fjalët e bukura, ju duam me vërtet shumë. Neve të shifemi nesër me një Sedzmas. Bye!